Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kanalin Gatuaj edhe ti. Sot kam menduar që të sjell një mënyrë tjetër të bërjes së byrekut. Kam përgatitur brumin. Përgatitjen e brumit të byrekut mund ta gjeni edhe në videon që un kam hedhur tashmë të byrekut me qep dhe me domate, ku është treguar me hollësi se si është përgatitur brumi. Kësaj radhe, gjysmën e brumit të përgatitur e kam vendosur në tavolinën e punës që shikoni dhe kam menduar të hap një petë të plot me atë gjysmë brumi. Pra, siç e shikoni, është një masë e konsiderueshme brumi sepse është pothuajse 200 gram miell i bërë në brum, që tani po përpiqem ta hap në një petë të vetme. Tani pse mendova ta sjell këtë recetë? Është më e thjeshtë, besoj, dhe mënyra se si përgatitet ky byrek bën që në fund fare byreku të dali shumë i butë, sepse dhe si që ta shikoni nuk do të përdorim shumë niseshte. Shumë pak është përdorimi i niseshtes dhe shumë minimal. Pra, unë kam vazhduar të hap petën dhe kjo do të jetë peta e poshtme e byrekut. Me kujdes, mundoni që të tendosni anët dhe duke i tërhequr nga anët e kësaj e brumit, do të shikojmë që peta do të vazhdoj të hapet dhe do të bëhet më e madhe. Në këtë mënyrë, duke rrotulluar petën, ne do të përpiqemi të hapim anët e saj, ndërsa mesi do të vazhdoj të shtrihet duke mos u bërë më i hollë se sa anët, por përkundrazi të ruajmë një trajtësi të petës. Do të vazhdojmë t'i hapim. Ky proces i hapjes së petës nuk merr më shumë se 3-4 minuta. Unë jam munduar ta bëj më ngadalë, në mënyrë të tillë që dhe ju të kuptoni se si veprohet. Dhe peta e hapur do të jetë më e madhe se sa sipërfaqja e tavës ku do pjekim byrekun. Është e rëndësishme të hapet më e madhe, sepse nga kjo petë ne do të formojmë disa peta të vogla. Ja, unë kam hapur tani petën, ajo sigurisht është më e madhe, dhe duke përdorur këtë pjatën, do të formojmë, si thua, atë petën bazë, një nga petët bazë. Kështu kemi krijuar një petë rrumullakët dhe tani duke e prerë petën e madhe në disa pjesë, ne do të formojmë edhe petët e vogla. Pra, nga një petë e madhe, ne do të kemi formuar 8 deri në 9, varet se sa e keni hapur, petësa të vogla, të cilat do t'i bashkojmë dhe ju do shikoni vazhdimin se si do të veproj. Kemi vazhduar me spërkatjen me vaj, se cilën prej tyre do ta spërkati me vaj. Edhe që shikoni dhe përdorimi i vajit është i kufizuar, nuk është një përdorim i madh i vajit. Mundohemi që t'ja përhapim, këtë mund ta bëjmë edhe me duar, ne gatuaj me duar, mund ta bëni edhe me furç, kuzhine. Unë e kam më kollaj, i bëj më shpejt në këtë mënyrë. Dhe pasi kemi shpërndar vajin në sipërfaqen e këtyre petëve të vogla, do t'i spërkasim njëkohësisht dhe me pak niseshte. Pra, shikoni sa pak niseshte përdoret për hapjen e petës dhe më pas vendosim pak në secilën prej tyre, prandaj dhe them se kjo shërben për ta mbajtur më të butë byrekun, sepse dhe niseshteja i krijon pak atë kërc-kërc që krijonte byreku. Tani do t'i vendosim njëra mbi tjetrën duke u përpjekur që pothuajse të kenë të njëjtën formë, ja duke i tërhequr paksa nga anët për t'i dhënë një formë të njëjtë, që dhe kur t'i hapim të na hapen njëkohësisht të gjitha dhe të na marrin të njëjtën formë, një formë të rregullt. Veprojmë në këtë mënyrë me secilën nga këto petët e vogla, ose ndarjet e vogla, si mund themi, derisa t'i kemi vendosur të gjitha njëra mbi tjetrën. Dhe si shikoni, ajo pjesa që ka vaj vendoset poshtë,
pjesa tjetër vendoset sipër dhe kjo për më tepër mos që të na krijojë mundësi kur duam që t'i rregullojmë anët, mos lyhemi me vaj, si me thënë. E kështu kam vepruar edhe me petën tjetër, derisa e ka ardhur, si me thënë, fundi, dhe kjo është e fundit copë që do të vendosim. Tani këto tepricat e anëve që nuk kemi se ç'ti bëjmë, sepse në fundit ishin ndarë në mënyrë tillë, nuk ishin rrethore, do të mundohemi të rregullojmë me ndihmën e një thike, heqim pjesët e tepërta dhe në këtë mënyrë japim formën rrethore të gjithë kësaj pjese. Përsëri me ndihmën e pak një shteje do ta hapim. Tani do ta hapim në masinë e tavës pjekse të byrekut, pra të asaj tave ku ne kemi menduar ta pjekim. Nuk do të kërkoj shumë punë, sepse petët u hapën një herë dhe tani do të hapen më kollaj, do të jetë më lehtë për t'u hapur. Plus edhe ai pak vaj që kemi vendosur midis tyre, jo vetëm që do na ndihmojë në hapjen, por edhe do t'i mbaj petët më të shkrifta nga njëra tjetra. Tani disa njerëz përdorin midis këtyre petëve jo një seshte, por miell. Unë nga një korçare kam mësuar dhe ajo përdorte një seshte, mua më duket, e kam përdorur me të dyja, e kam provuar, por më duket më e mirë kjo metoda e përdorimit me një seshte, domethënë kjo mënyra e përdorimit me një seshte. I mban më të shkrifta petët dhe kështu pra e kemi hapur përsëri në një petë të madhe dhe kjo petë e madhe e krijuar tani nuk do të jetë shumë e madhe nga masa e tepsisë. Mund të jetë pak, nuk ka shumë rëndësi kjo, por jo shumë e madhe. Nuk është e nevojshme të jetë shumë e madhe. Ja, siç e shikoni, ka pothuajse të njëjtën masë. Spërkasim edhe tavën me vaj, në mënyrë që të mos ta ngjitet. Përsëri kemi hedhur aq vaj sa që është e nevojshme për pjekjen e petës së poshtme, por jo shumë. E shtrojmë petën dhe do të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë me gjysmën tjetër të brumit. Do të hapim një petë madhe, do ta presim dhe po kështu në të njëjtën mënyrë siç vepruam me ndarjen e saj, vendosi njëra mbi tjetrën të copsave të vogla. Do të formojmë edhe një petë të dytë dhe kjo do të jetë peta e sipërme. Kështu pra, unë i kam formuar dhe për më tepër mos të krijuar një video të gjatë, kam krijuar të dyja petët dhe ndërkohë kam përgatitur edhe pjesën mbushëse. Do të jetë me spinaq, të përgatitur pak me qep në tigan dhe i kam shtuar edhe kos. Pra spinaq, qep të njoma në tigan, krip, natyrisht dhe vaj dhe kos. I kam shtuar kos, bollshëm, besoj se e bën të shijshme. Disa njerëz përdorin edhe djathin, disa përdorin gjizën. Unë në këtë rast i kam përdorur të gjitha këto, i përdor vazhdimisht në shtëpinë time sepse edhe byrekun e bëj shpesh. Këtë rast kam zgjedhur ta bëj me kos. Nga kosi ka qenë i mirë, ndaj duket ashtu i mas kompakte. E kam përhapur në të gjithë tepsin, do të shtroj, i kam hedhur dhe pak vaj, po. Pak vaj sipër dhe tani do të vi dhe peta e dytë. E mbuloj me petën e dytë dhe kështu me dy petë kemi bërë byrekun. Tani nga sa kam parë, siç thash nga ky është një byrek që vjen nga Korça në fakt, për shpejtësi disa e kam bërë edhe vetëm me një petë hapur poshtë dhe pastaj kam vazhduar atë procesin e ndarjes dhe të bërjes atyre petëve të vogla vetëm me pjesën e sipërme. Por ju e dini që në Korçë vendoset përdoret shumë edhe lakrori, ka metoda të ndryshme.
Unë mendova të sjell këtë sepse si thash, jo vetëm që është një metodë e shkurtër, bëhet shkurt dhe thjesht, por njëkohësisht mënyra se si del byreku është më e butë se sa në raport me atë mënyrën tjetër që ju kam treguar. Juve më thoni, më shkruani në komentet tuaja si do ju dalë dhe të shikojmë nëse mendimi im është i njëjtë me tuajin, si do t'ju dalë edhe juve. Kështu pra e kemi spërkatur dhe sipër, natyrisht me vaj, kryesisht kujdesemi për anët në fillim dhe pastaj dhe në qendër. Unë këtu në video nuk e kam treguar, në fakt kam vendosur edhe copsat vogla gjalpi që e bëj zakonisht, sepse jo vetëm që i jep të ngjyrën e bukur të pjekjes që shikoni, por njëkohësisht edhe e mban byrekun të butë. Dhe ky është rezultati final. Si shikoni, përsëri petet janë të shkrifta, njësoj si herët e tjera, po ato dalin më të buta dhe për këtë unë jam e sigurt që në të njëjtën mënyrë do t'ju rezultojë dhe juve. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Na shkruani, komentet tuaja janë gjithmonë të vlefshme për ne. Faleminderit, miru dëgjofshim, miru shikofshim.